Temperatura e lartë e fëmijës është një reagim i zakonshëm i trupit kur ai po lufton infeksione, kryesisht viruse si gripi apo ftohja. Ajo nuk është sëmundje më vete, por një shenjë që sistemi imunitar nuk po punon. Kur temperatura kalon 39 gradë Celsius, konsiderohet e lartë dhe kërkon më shumë vëmendje. Fëmia mund të jetë i lodhur, i përgjumur, të ketë mungesë oreksi dhe të qajë më shumë se zakonisht. Në këto raste është rëndësishme të sigurohet shumë lëngje si ujë, supë ose çaj i lehtë për të shmangur dehidratimin, si dhe të mbahet në një ambient të freskët dhe të vishet lehtë. Rreziku i temperaturës së lartë lidhet kryesisht me gjendjen e fëmijës dhe sa zgjat ajo. Mund të shkaktojë dehidratim, dobësi të madhe, përgjumje dhe në disa raste konvulsione nga efet, sidomos te fëmijët e vegjël. Rreziku rritet kur temperatura shkon mbi 40 gradë Celsius, nuk ulet me barna, zgjat më shumë se 2-3 ditë, ose shoqërohet me shenja si mospranimi i lëngjeve, urinimi i pakët, vështirësi në frymarrje apo gjendje e rënduar. Në përgjithësi, temperatura vetë nuk është gjithmonë e rrezikshme, por duhet vëzhguar me kujdes, sepse tregon se trupi po reagon ndaj një problemi. Nëse gjendja përkeqësohet, është rëndësishme të kërkohet kontroll mjekësor në kohë. E dim që tashmë e kemi vëmendjen e prindërve dhe gjyshërve që na ndjekin çdo ditë. Po flasim për menaxhimin e temperaturës tek të vegjëlit tuaj, kur ndodheni në shtëpi dhe bëni atë matjen tipike kur e vini re që ka një temperaturë më të lartë se zakonisht apo mos valle dhe më të ulët se zakonisht. Menaxhimi që bëhet në shtëpi nga metodat popullore dhe deri tek gjithë kujdesi që duhet jetë me medikamentet e nevojshme, ne të gjitha këshillat i marrim nga profesionistë të fushës. Jemi në studio me zonjën Zerina Shema, pediatre. Është kënaqësi dashur të jemi së bashku, mirë se vini. Dhe do t'i tregojmë, sidomos atyre prindërve të rinj që janë vërtet miraklin në fillime, se në cilën temperaturë duhet të shqetësohen për shëndetin e të vegjëlve të tyre. Shpesh nënat shqetësohen më tepër se sa duhet. Në fakt, temperatura është një reagim mbrojtës i organizmit. Aktivizohen mekanizma të brendshëm që kanë lidhje me qendrën e termoregulacionit në tru dhe e cila zgjeron ente gjakut duke djersirë dhe duke larguar toksinat. Do me thënë, shkaku pse fëmia ka temperaturë lidhet me një sulm nga jashtë që mund të jetë mikrobik, virusal ose dhe toksinat. Qartë, mirë. E dashur, çfarë mund të themi, çfarë ndodh në trurin e një fëmije kur ai ka temperaturë? Po, shkojnë sinjalet dhe organizmi mobilizohet duke shkaktuar një skuqje në lëkurë. Ky është fenomen natyral. Pastaj, fëmia qan, skuqja shkakton dehidrim, humbet lëngje, trupi i fëmijës avullon, ta themi, popullore. Avullon nga temperatura e lartë dhe fëmia fillon dhe grindet. Po në tru çfarë ndodh kur kemi të bëjmë një temperaturë të lartë? Ato janë tek komplikacionet që janë të rralla. Në disa raste mundet që të shkaktoj konvulsione, dridhje të përgjithshme, pa e humbur ndërgjegjen para dhe pas krizës konvulsive. Janë raste shumë të rralla, por kjo lidhet me temperaturën mbi 39. Lidhet dhe me shkaqe të tjera që mund të jenë dobësi fizike. Për shembull, një fëmijë me rakit, një fëmijë me deficit në hekur ose deficit në jod, është i predispozuar të bëj konvulsione. Do me thënë, fsheh diçka që është një sinjal që tregon se organizmi nuk e përballon dot temperaturën e lartë. Po, përgjithsisht në 80-90% të rasteve, kjo situatë kalon normalisht me qetësues të temperaturës. E drejtë. Kompresat me uthull edhe dushi me ujë të vakët ndihmojnë në uljen e temperaturës, kështu kanë bërë nëna dikur? Po, kanë bërë, në fakt, mënyra më e mirë për të trajtuar një fëmijë me temperaturë është rehidrimi, dhënia e lëngjeve nga goja. Ujë, çaj, trisol, gji, kur nëna e ka me gji, dhall, dhe lëng frutash
të freskëta, për shembull lëng portokalli, e ndihmon për të ulur temperaturën, pak dhe shpesh. Thjesht fillon tek rihidrimi, pastaj te mjedisi, pastaj tek veshja. Nëse nuk na japin efekt këto, përdorim një qetësues të temperaturës, ato më të zakonshmit. Protokollet mjekësore e fillojnë të gjitha, edhe në Shqipëri dhe jashtë, e fillojnë me paracetamol. Shpesh shikojnë nënat që preferojnë më shumë brufenin, ibuprofen. Në fakt, është një mjektim alternativ që këshillohet, por së pari me paracetamol. Në rregull, flas pak për ethet. Po. A mund t'i bajmë ethet nën kontroll kur kemi temperaturë, në qoftë se po si? Po, ka disa fëmijë që reagojnë me ethe, me dridhje. Të dridhura, i madhjosen duar, buza dhe këmbët i ftohen. Në vend të ngrohet, pra, i rritet, ndërkohë ku temperatura e matur tregon shifra mbi 38. Menaxhohen rast pas rasti. Do me thënë, në përgjithësi, këtu tani do dalim tek banjat, këta fëmijë që reagojnë shpejt me ethe, nuk e tolerojnë dot ujin e ftohtë, sepse ujin llogaritet 1 grad më pak se sa është temperatura reale. Ata shpejt i shtohen të dridhurat, shtohet etja, prandaj jo të gjithë rastet mund të bëjmë banja. Nëse fëmija është i shëndetshëm, e përballon mirë temperaturën, edhe banja e ndihmon. Por vazhdoj me kompresa. Kompresat bëhen me ujë të ambientit, me temperaturë të ambientit, 17-20 grad, jo asnjëherë me akull, sepse ndodh efekti kundërt, vazokonstriksion. Atëherë ngacmohet edhe ethja. E qartë. Dhe e dyta, me uthull dhe raki, nuk këshillohet në moshat pediatrike, sepse krijon acidoz në frymarrje. Fëmija thith avujt e uthullës dhe shton ethen, shton një reagim më shumë negativ në organizëm. Përse temperatura e ullët bëhet e rrezikshme dhe kur bëhet e rrezikshme? Po, edhe temperatura e ullët, sidomos në fëmijët 0 deri në 1 vjeç, mund të ndodhi një reakcion paradoksal. Sidomos në 3 muajt e parë, fëmija mund të jetë të vuaj nga sepsis, është një infekcion i rëndë, që kalojnë mikrobet ose viruset në gjak, dhe kjo shkakton hipotermi, rënje të temperaturës. Kjo sepse nuk e përballon dot, është akoma i pa imunizuar, nuk fëmija, kështu që mund të shkaktoj një temperaturë të ullët. Në këtë rast është shumë i përgjumur, nuk kap gjirin, vjell, dhe duhet me këtë temperaturë nën 36, duhet ta çojmë tek mjeku me njëherë. Duhet themi kush quhet temperaturë normale. Nga 36 deri në 37 quhet temperaturë normale. Kjo e matur në sqetull, me termometrat me zhiv, ndërsa e matur rektale ose në vesh, në zorën e trash, llogaritet edhe gjysmë grade më shumë, 36,5, 37,5 quhet normale. Ndërsa temperatura nën 36, 35 deri në 35,9 është një hipotermi, pra mund të ketë shkaqe akute që mund të vinë nga dhënia pa kriter e shirupeve, intervali ndonjëherë nuk respektohet, ose mund të vinë nga gjendja toksike. Po zakonisht tek fëmijët mbi 1 vjeç, kjo temperaturë, hipotermi, vjen mbas ditës së 2 të 3, ku toksinat e viruseve qarkullojnë në gjak dhe shkaktojnë këtë lloj reagimi mbrojtës. Me 35, 36 nuk duhet të shqetësohemi. I vëm borsa me ujë të ngrohtë, fëmijëve
mbi 1 vjet që kam fjallën, fëmija 0-1 vjet duhet me njëherë tirur mjeku. Mirë, ka disa fëmijë të cilët refuzojnë kategorikisht të marrin një medikament në formën e kokrës apo të pluhurit. Kur ata janë të sëmurë, nuk duan, refuzojnë. Unë kam qenë një ndër ata fëmijë kur kam qenë i vogël. A ka një medikament natyral që ndihmon në uljen e temperaturës tek fëmijët kur ata janë të sëmurë? Tani, në mjekësi përdoren suppostet. Okej. Është e njëjta dozë që jepet edhe kur do ta përdorim në formë shirupi. Paracetamol, supposte, ose ibuprofen. Dhe është një metodë shumë e mirë për t'i ardhur në ndim dhe pranë brenda 3 deri në 5 minutash, supposte, vetëm nëse ka diare, nuk do ta mbaj, po do ta jashqiti. Atëherë ndihmohet me kompresa në ballë, në këmbë, në duar dhe të rrezët e kofshëve. Kjo është metoda popullore dhe dhënje të lëngjeve nga goja. Ndonjë bim, ndonjë medikament që na vjen nga natyra, çaj apo çaj direkt për temperaturën nuk është se vepron. Çaj i malit thjesht e rehidron dhe duke i dhënë në lëngje është shumë e rëndësishme që largohen toksinat. Nëse fëmija kalon 8 orë dhe nuk ka urinuar, kjo është një shenjë që duhet të na shqetësoj, sepse është dehidruar shumë dhe nuk ka marrë lëngje. Duhet dërguar në spital në mënyrë që filtri i veshkës të funksionojë normalisht, largoj toksinat. Zonja Zerina, përse tek bebat shumë të vegjël, nën 1 vjeç, duhet kujdesemi dhe ta monitorojmë gjithkohës temperaturën? Çfarë rrezikojmë? Po, sepse është ajo që thamë, qendra e termoregulacionit është e pa maturuar mirë, por edhe lëkura e tyre është shumë e hollë, shumë e brisht dhe avullon më shpejt, bile ata nuk kanë as mundësi të djersin, të nxjerrin toksinat. Do me thënë, ka disa fëmija nuk është një i rritur në miniatur, ka veçoritë e veta fiziologjike që lidhen edhe me metabolizmin e brendshëm, edhe me lëkurën tepër të hollë, pra që duhet të kushtojmë kujdes temperaturës. Ta vëmë shpesh, bile sa herë që grindet fëmija, duhet na shkoj mendja t'i vëmë termometrin. Dora nuk është tregues që ka apo jo temperaturë. Pra, ajo matja e thjesht që bëhet, nuk duhet bërë? Në balli është gjithmonë i ftohtë, është në krahëror, matet në sqetull. Mirë, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë prindërit kur fëmija i tyre është me temperaturë? Që është kategorikisht gabim, s'duhet bërë. E lën të, do me thënë, e lën të rritet sepse kështu e mendon ajo, forcon imunitetin. Por fëmija 0-1 vjeç duhen monitoruar kohë pas kohe në lidhje me temperaturën. Nëse i ra apo jo, duhet nxjerrë fëmija në një dhomë të ajrosur mirë, sepse dhe oksigjenimi ose aty ku ka shumë frym nuk e vështirëson rënjen e temperaturës. Nuk i bën mirë fëmijës. Dhe ta ushqej pak dhe shpesh, çfarë bëjnë, i japin qumësht të ngrohtë. Qumësht shkakton, është substancë proteinike, në qoftë se ka 38, do t'i shkoj 39, sepse proteinat në momentin kur është me temperaturë, ngren temperaturën e trupit. Qumshtin nuk duhet t'ja japin, por në një moment të dytë, kur ka edhe lëngmishje, edhe t'jap një supë me mish se është me temperaturë. Jo, është gabim. Supa me perime të freskta e ndihmon, bile merr të gjithë mikroelementet, por ndryshe do t'a vjelli. Dhe e dyta, të vlerësojnë shenjat shoqëruese. Për shembull, e vjella. E vjella është një shenjë serioze që duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore. Mund t'jetë një vjellë e thjeshtë,
një diare, një çrregullim i aparatit tretës, por mund t'jetë edhe avancim i virusit, shenjë që tregon që po kalon një pneumoni ose deri dhe prekje të cipave të trurit, që shoqërohet me të vjella thjesht me ndrimin e pozicionit. Me të vjellat humbet kalium dhe e çon e progreson më shpejt këtë situatë, e rëndon. Zonja Zerina, unë kam një pyetje të fundit që lidhet në fakt edhe me atë çfarë diskutuam deri më tani. 3 hapa që duhet të mbajmë mend çdo i rritur kur fëmia i tyre ka temperaturë. Reagimi i parë që duhet bëj në 3 hapa. Së pari, do t'i vëm termometrin. Mund të shtoj pak këtu që termometrat i zgjedhin vetë me zhiv apo me... sepse dhe digital mund t'jenë... Cilë sugjeroni? Më të sakt janë termometrat me zhiv. Tani thuhet që ato duhen mbledhur sepse jo se i bëjnë dëm fëmijës, por ambientit. Në fakt... Mërkurin që ka brëndë. Për mërkurin që kanë, duhet që të... trajtohen si mbetje toksike, do me thënë, largohet ajo pjesa toksike, lidhet, ndërsa po t'i hedhim kështu direkt termometrat që thyen, t'i hedhim të plerat, ne dëmtojmë ujrat nëntoksore dhe kjo qarkullon duke u thithur nga bimët që ujiten me këta. Faleminderit për shpjegimin. Hapi parë është termometri, ju sugjeruat ato me... Po, ose edhe termometrat digital, duhet ta kontrollojnë nëse i ka rënë bateria... Bateria apo jo. Dhe nuk tregon sakt. Hapi i dytë. Kujdesi që duhet është t'i japin lëngje, gjë që nuk e bëjnë. Edhe e treta pastaj kompresat, me ujë, tham, jo me uthull. Po, gabimi që bëjnë është se e bëjnë me uthull. Me ujë ambienti dhe në ato pjesë që enët e gjakut janë më të zgjeruar. Rrës kofshës, tek balli dhe duar dhe këmbët. Këto 3 hapa janë shumë të rëndësishme. Veshja, nuk duhet të harruar, që i heqim një robë nëse fëmia ka temperaturë. Dhe mbulesa duhet mbuluar më pak. Mëtej monitorohet hap pas hapi. Në qoftë se nuk e zgjidh temperaturën për 2-3 ditë, atëherë duhet kërkuar ndihmë te mjeku. Është mirë që të jepet doza e paracetamolit në bazë të peshës. Tek kutit e ambalazhit shënohet mosha, por shpesh nuk korespondon mosha me peshën. Prandaj dhe kjo duhet marrë në konsiderat. Nëse japim tepër paracetamolin, kemi dëmtuar mëlçin. Kjo po kaloj më shumë se 1 javë. Dhe ta din, thjesht, jepet 15 mg për kilogram pesh në gjdo marje, ndërsa ibuprofeni jepet më rrallë, gjdo 8-12 orë, mbi 3 muajsh, më herët, jo, dhe jepet 10 mg për kilogram pesh në gjdo marje. Qartë, zonja Zheme, faleminderit shumë që t'kishim studio sot për gjitha këshillat që janë të domosdoshme për prindërit e rinj, sidomos. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Publikut i themi që ndrojmë me ne për të ndjekur segmentin e fundit të Mesdritës, do flasim për një produksion të vjetër të Vision Plus që përfshin një personazh aktual të fermës VIP, Moza Ahmeti, që ndrojmë me ne.